إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربط الله. Do të flasim sot për khutbën me temë disa nga dobit e agjerimit dhe etikat e tij. Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut, ai i cili u ka ligjëruar robërve të tij agjerimin për t'i edukuar shpirtrat e tyre dhe për t'i pastruar ato nga gjunahet. E falenderoj atë i cili është i denjë për çdo lavdërim e falënderim. Dhe falenderoj atë për begatitë e tij të shumta e të panumërta. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, një dhe i pashoq në adhurim, ashtu siç është i pashoq në zotërimin dhe sundimin e tij dhe në emrat dhe cilësitë e tij. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, më i devotshëm prej krijesave në namaz, agjërim, haxh e umre, dhe në bindje ndaj Zotit të tij në fshehtësi dhe hapur. Lëvdata e shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut qofshin mbi ta, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën dhe sunetin e tij me përpikmëri dhe mirësi deri në ditën e gjykimit. E më pas, o ju njerëz, kijeni frikë Allahun ashtu siç meritoni që t'i kihet frikë atij. Robër të Allahut, falenderoni Allahun subhanahu wa ta'ala që ju mundsoi të arrini muajin e begat dhe të madhrishëm të Ramazanit dhe ju dha mundësinë të agjëroni dhe të faleni në të natën. Dijeni se agjërimi është ndër adhurimet më të dobishme dhe më me ndikim të madh në pastrimin e shpirtit dhe në përmirësimin e moralit, dhe sa të nevojshëm jemi ne për të dyja këto. Nga dobitë e tij është se ai pra agjërimi është rrugë për devotshmërinë ndaj Allahut të lartësuar dhe për kushtim ka shiti. Ka thënë i lartësuari: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. O ju që besuat, ju është bërë obligim agjërimi, ashtu siç u ishte bërë obligim atyre përpara jush, ashtu që të arrini devotshmërinë, pra të bëheni të devotshëm. Pra agjërimi e fut robin në rrethin e devotshmërisë dhe ajo është zbatimi i urdhrave të Allahut dhe largimi nga ndalesat e tij. Kushtu me të robi e mbron veten nga zjarri dhe nga çdo gjë që i friksohet asaj. Po ashtu nga dobita e agjërimit është ai sjell robit shumë të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dhe që të agjëroni është më mirë për ju se sa zvendësimi në muaj të tjerë nëse ju e dini. Nga dobita e agjërimit është se ai mëson njeriu durimin, pra sabrin, qëndrueshmërinë dhe përballimin, sepse është ky njeriu të lërë ato me të cilat ai është mësuar dhe dëshirat e tij me vullnet dhe me zgjedhje të lirë. Nga dobitë e tij është se i mëson njeriu të triumfojë mbi nefsin, pra vetveten, sepse shpirti dhe nefsi anojnë nga epshet. Nëse njeriu jep nefsit vazhdimisht atë që ajo dëshiron, atëherë nefsi e mposht atë dhe mund ta çojë drejt humbjes dhe devijimit me pasoja të këqija dhe të pariparueshme. Allahu i lartësuar ka thënë për këtë librin e tij fisnik: "Inna an-nafsa la'amaratun bis-su illa man rahima rabbi." Ka thënë vërtet që nefsi urdhëron dhe nxit për të keqen, përveç atij që e mëshiron Zoti i tij. Prandaj
agjëruesi, Allahu i begatoh me mësitë e tij, e merr në dorë frenin dhe frerët e vetes së tij dhe triumfon mbi to. Tu dallohet burnia, tu dallohet imani, tu dallohet devotshmëria. Pra të lësh ushqimin, pijen dhe bashortet e ndershme në ditët e Ramazanit nga gimi deri në akşam për hatër të Allahut subhanahu wa taala, pra për të zbatuar rrugën e tij dhe për dashurinë e tij dhe të kërkuar xhenetet dhe shpërblimet e tija të mëdha. Nga dobita e agjërimit gjithashtu është se ai dobëson dhe pakson qarkullimin e shejtanit në trup, sepse shejtani, siç ka ardhur në hadith, qarkullon tek biri i Ademit si gjaku. Kur robi ja lejon vetes dëshirat dhe tekat, kjo e ndihmon shejtanin ta zotrojë njeriu, ta humbas dhe ta shtyjë atë drejt ligësisë, mendjemallësisë dhe cilësive të tjera të këqija. Pra agjërimi e mbyll këtë derë që në themel edhe e largon shejtanin. Nga dobita e agjërimit gjithashtu është se i kujton robit mirësinë e Allahut kur ai përjeton urinë dhe etjen, në veçanti kur agjërojmë në ditët e gjata të beharit dhe të nxehta. Të kujton dhe të përjeton urinë dhe etjen dhe e kupton më mirë vlerën e begatisë së ushqimit dhe të pijes që Allahu t'i ka lehtësuar në kohën kur ke nevojë gjatë gjithë vitit. Prandaj i falënderues. Prandaj robi e falënderon më shumë Allahun dhe ndjen thellë nevojën e tij ndaj Zotit, e ndjen sa nevojtar i tij. Kush të ushqen gjatë vitit, kush të jep për të pijesh, Allahu subhanahu wa taala, pra e kupton mirësinë e tyre që të jesh falënderues i madh i Allahut subhanahu wa taala. Pra, të nxit të jesh prej shakirinëve, prej falënderuesve. Allah na bëj prej tyre. Nga dobita e agjërimit gjithashtu është se ai e nxit robin për bamirësi ndaj të varfërve dhe nevojtarve, sepse kur agjëruesi ndjen uri dhe etje, kujton të vuajturit, të uriturit, të eturit, dhe kjo është hyrë drejt dhënies, lëmoshës dhe ndihmës ndaj atyre që kanë nevojë. Ndaj shikon njerëzit për Ramazan që garojnë dhe në dhënien e iftarit atyre që nuk kanë, skamnorëve dhe të sprovuarve. Edhe bazuar në hadithin që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, kush jep për të ngrënë një agjëruesi, ka shpërblimin e tij, pra ti agjëruesit. Ndaj shikon muslimanët në këtë muaj që garojnë edhe për bamirësi edhe për dhënie ushqim agjëruesve të tjerë nevojtar. Nga dobita e agjërimit është se agjërimi lufton mendje madhsin, kibrin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë nuk do të hyjë në xhenet ai që ka safara e sinapit kibër. Mendjemadhësia, burja, krenaria, duke vetja më i lartë se të tjerët, këtë lufton dhe e kuron agjërimi. Dhe ndjenjën e përsis ndaj njerëzve. Kur agjëroni pasuri dhe i varfri, mbreti dhe njeriu i thjesht, fisniku dhe i përuluri, robi kujton se askush nuk ka përparësi ndaj tjetrit, përveç se me devotshmëri, inna akramakum indallahi atqakum. Pra, më fisniku dhe i nderuari përveç tek Allahu është më i devotshëm prej jush. Dhe se të gjithë njerëzit janë robër të Allahut, mbi të cilët zbatohen me drejtësi ligjet e tij njësoj, sepse ai është më i drejti subhanahu wa taala. Po ashtu nga dobita e agjërimit është se ai bëhet shkak për unitetin, afrimitetin dhe bashkimin e fjalës së muslimanëve dhe lidhjen e tyre më fort me njëri tjetrin, sepse ata agjërojnë të gjithë në të njëjtën kohë dhe çelin agjërimin të gjithë në të njëjtën kohë, gjë që sjell afrimin e zemrave dhe shton dashurinë mes tyre. I them këto fjalë dhe e lut Allahun për falje dhe mëshirë për vete dhe për ju. Kërkoni atij falje, vërtet ai është falës dhe mëshirues i madh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Po ashtu, besimtarët nderuar, nga dobita e agjërimit është se ai e lehtëson kryerjen dhe përmbushjen e adhurimeve. Kush e vëzhgon gjendjen e agjëruesve në Ramazan për kushtimin e tyre në adhurime
dhe në bindje kështu Allahut, kërkimin dhe garimin për në vepra të mira, largimin nga gjunahet dhe dëshirën për bamirësi, e kupton se agjërimi është ndër shkaqet më të mëdha të udhëzimit dhe e kupton domethënien e fjalës së Allahut të lartësuar, i cili thotë: "Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun", dhe që të agjëroni është më mirë për ju. Po ashtu si shkak i mëshirës Allahut në këtë muaj që çfarë hapen të gjitha dyert e xhenetit dhe nuk më dha si derë e mbyllur, mbyllen të gjitha dyert e zjarrit dhe prangosen, lidhen, burgosen shejtanët dhe gjindet rebel. Pra ata që i pengojnë njerëzit nga adhurimet dhe nga veprat e mira. Po ashtu pejgamberi selam ka thënë: "As-sawmu junna", agjërimi është mburoj, domethënë mbrojtje nga ajo që është e dëmshme dhe e ndaluar, ndaj i ka këshilluar të rinjt dhe të reja që nuk kanë mundësi që të martohen, që të agjërojnë me agjërim e vullnetar, pra për të ruajtur nga gjunahu i imoralitetit. Po ashtu nga dobit e agjërimit, barakallahu fikum, është ai është sebeb i shëndetit për trupin, si rjedhoj e zbrazjes së stomakut nga përzierjet e dëmshme të ushqimit. Në të ka gjithashtu shëndet për zemrën, nga cilësitë e këqija, dhe shëndet për trupin, nga sëmundjet e dëmshme, si dhe shumë dobi të tjera të begave që nuk mund të numërohen. I shikon mjekët në përbot dhe shkencëtarët në fushën e mjekësisë, kur në njëri ka sëmundje të shumta, i thonë: agjëro, që të shërohesh, që të largosh pra këto toksinat, këto helmet, këto dhjamrat e akumuluara në trup. Ndërsa ne duhet ta falënderojmë Allahun subhanallahu që na e ka mësuar dhe na ka obliguar një herë në vit këtë gjë për të pasur farzllëkun e muajit të Ramazanit. O robër të Allahut, dijeni, Allahu i beqaton me mësitë e tij, se agjërimi ka rregulla dhe etik që duhet respektuar. Agjërues është ai që gjymtyrët e të cilit agjërojnë nga gjunat, e përmendim në çdo hutbë kur flasim për agjërimin, të agjërosh me gjitha gjymtyrët e tua. Gjua e tij nga gënjeshtra, kotësia, fjalët e ndyra, dëshmia e rreme, barku i tij agjëron nga ushqimi dhe pija, dhe pjesët e tushme nga marrëdhëniet intime. Nëse agjëruesi flet, nuk flet asgjë që e dëmton agjërimin e tij. Nëse ai vepron, nuk vepron diçka që e prish agjërimin e tij. Fjalët e tij dalin të dobishme, të ëmbla, të bukura, të mira, ashtu si dhe veprat e tij. Ai është si aroma që ndihen ai që shoqërohet me ato që tregton misk, me tregtarin e parfumeve. Po ashtu kush ulet me agjëruesin, po flasim me agjëruesin e vërtet. Jo ato që thjesht po uritet dhe poetet dhe po rifa gjum natën. Kush ulet me agjëruesin përfiton nga shoqërimi i tij dhe është i sigurt nga sharjet, hyrjet, shpirtjet, përgojimi, gënjeshtra, imoraliteti dhe padrejtësia. Ky është agjërimi i ligjësuar dhe i urdhëruar. Ky është agjëruesi i vërtet. Jo thjesht ndalimi nga ushqimi i pija dhe marrëdhëniet intime gjatë ditëve të Ramazanit. Po ashtu nga etika e bukur e agjërimit është se ai nuk duhet ta teprojë me ushqim gjatë natës. Na thonë ne ato besimtarë, se ata që agjërojnë, ju nuk hani ditën, por e teprojnë në ushqim natën. Jo, as natën nuk e teprojmë në ushqim, por duhet të hajë me masë agjëruesi, sepse biri i Ademit nuk ka mbushur enë më të keqe se barkun e tij, siç ka ardhur në hadithin e saktë. Kur ngopet në fillim të natës, pra për iftar, ai nuk përfiton në pjesën tjetër të saj. Po ashtu kur ngopet në syfyr, nuk përfiton gjatë shumicës së ditës, sepse teprimi në ushqim sjell plogështi dhe demelizëm. Allahu lartësuar thotë: "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Ndaj hani dhe pini dhe mos e teproni. Ai nuk i do ata që e teprojnë. Sepse teprimi në ushqim tham sjell plogështi dhe demelizëm. Për më tepër, me teprimin në ushqim humbet qëllimi i agjërimit, sepse prej qëllimeve të agjërimit
është që agjëruesi të përjetoj shijen e urisë dhe të etjes dhe të lërë ato që dëshiron për ato që e do më shumë, që është Allahu subhanahu wa taala dhe xhenetet e tij të larta. Po ashtu nga etika e agjërimit është vonimi i syfyrit. Dhe nuk ka mirësi ky popull dhe ky ummet derisa ta vonojnë syfyrin dhe kemi thënë ta shpejtojnë iftarin, pra çeljen e agjërimit, në mënyrë që agjërimi të fillojë me zbardhjen e agimit, që quhet al-fajr as-sadiq, agimi i dytë, jo i pari që quhet agimi i rreshëm, pra agimi i vërtet. Thot Allahu lartësuar për të në Kur'anin Besnik: "Wa kulu washrabu hatta yatabayyan lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl." Thot i lartësuari, andaj hani dhe pini derisa të bëhet i qartë peri i bardh nga peri i zi i agimit. Pra filloi të zbardhet nga lindja dhe në perëndim largohet errësira e natës. Po ashtu nga etika e agjërimit, barakallahu fikum, është edhe shpejtimi i iftarit kur të vërtetohet perëndimi i diellit, qoftë me shikim të lirë ose me dëgjimin e ezanit të akshamit. Këtu ka një rol dhe një peshë dhe një përgjegjësi të madhe për muezinët, ata që janë mësuar të ecin me kalendar. Po kurse kemi kalendarin, pra duhet mësoj muezini, që është muezini i vërtet, njohi perëndimin e diellit, dalin në një vend ku shihet disku i diellit, kur ai të zhduket dhe largohet nga horizonti, çfarë? Atëherë thret ezani për njerëzit dhe të ketë kujdes mos pavonoj, mos të zë gjumi e tjera me radhë, përgjegjësi e madhe, prandaj është problemin e ka të madh muezini, sidomos për syfyr dhe për iftar. Pra tham, është shpejtimi i iftarit kur të vërtetohet perëndimi i diellit, qoftë me shikim të lirë ose me dëgjimin e ezanit të akshamit. Disa njerëz gabojnë në këtë gjë, duke qëndruar zgjuar shumicën e natës. Pastaj hanë syfyr dhe flen një orë, ai ha syfyrin në orën 2-3 natës, edhe thotë shkoj të gjumë se ka kohë deri për sabah. E para ky nuk e ka bërë syfyrin në kohën e vet. Kanë bërë disa gabime. Së pari kanë agjëruar para hyrjes së kohës së agjërimit. Ja ka zgjatur, ka vështirësuar vetes agjërimin. Së dyti, ndoshta e kanë lënë namazin e sabahut me xhamat, siç ndodh rëndom me të shkujdesur prej nesh, duke kundërshtuar urdhrin e Allahut me lënien e asaj që ai ka obliguar njerëzve prej namazit me xhamat, pra burrave. Së treti, ndoshta u del namazi sabahut jashtë kohës së tij dhe nuk e falin sabahun vetëse pas lindjes së diellit. Ky vërtet është një rrezik i madh. Allahu lartësuar ka thënë: "Fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun." Mirë për ata që falen, për ata namazlinj që janë të pakujdesshëm ndaj namazit të tyre. Dhe ka thënë ajeti tjetër: "Fa khalafa min ba'dihim khalfun da'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yulqawna ghayya." Ka thënë, pas tyre erdhi një brez i keq që e humbi namazin nga koha e tij dhe pasuan epshet, këta do ta gjejnë pra dënimin e kësaj vepre. Pakujdesia dhe humbja e përmendur në këto dy ajete është falja e namazit të sabahut jashtë kohës së tij. Dhe për këtë ka një dënim special ekstra në varr për ata që se falin sabahun në kohë, siç ka ardhur në hadithe të sakta. Prandaj keni frikë Allahun, o robër të Allahut, dhe mos e ndërtoni thënë tuaj nga njëra anë e ta shkatërroni atë nga ana tjetër. Islami ndërtohet dhe bazohet në 5 shtylla: dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij, falja e namazit, dhënia e zakatit, agjërimi i Ramazanit dhe haxhi në shtëpinë e shenjtë të Allahut subhanahu wa taala. Allahu lartësuar ka thënë: "Fa aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi." Prandaj zbatojeni, plotësojeni të gjithën dhe mos u përçani në të. Robët e Allahut, thot Allahu i lartësuar në përmbyllje të kësaj hutbe: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khayran fahuwa khayrun lahu wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun." O ju që besuat, ju është bërë ju obligim agjërimi ashtu siç u ishte bërë obligim atyre para jush.
ashtu që të bëni pra të devotshëm, të arrini devotshmërinë ditë të caktuara. E kush prej jush është i sëmur ose në udhëtim, le t'i plotësojë ato në ditë të tjera. Ndërsa ata që me zije përballojnë kanë për detyrë kompensim të ushqimit të varfër. E kush shton vullnetarisht, atëherë ajo është më e mirë për të dhe e përmbyll me këshillën që tham, por që të agjironi është më mirë për ju nëse e dini. Robert Allahut إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Vërtet Allahu urdhëron për drejtësi, bamirësi dhe dhënje dhe bujari ndaj të afërmve dhe ndalon nga imoraliteti, e keqja dhe padrejtësia, ju këshillon ashtu që të merrni mësim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم يا رب العالمين. والله na pranoj gjyrimin tonë dhe namazin e natës, na i shlyej në këtë muaj gjunahet dhe na shliron nga zjarri, na fal ne gratë dhe fëmijët tanë dhe udhëzoj ata, fali dhe mëshiroj nënat dhe baballarët tanë, të gjallët dhe të vdekurit prej tyre, dhe mos ta nxjerr nga ky muaj vetëm se të falur, të mëshiruar dhe shliruar nga zjarri. Vërtet ti je falës i madh, je bujar, je afër dhe i përgjigjesh lutjes son. Walhamdulillahi rabbil alamin.